Zonja dhe zotërinj, përshëndetje, unë jam Thimi Samargjiu, ky është Euro News Albania. Do t'jemi bashkë deri në orën 15 për t'sjell tek ju zhvillimet më të fundit. Do ta nisim aty ku e ndërprem dje, tek referendumin në Itali, dhe kam ashtu siç u dakordsuam dhe dje, avokatin Erion Begaj. Avokat, kënaqësi të të kem? Humbe. Kënaqësi që imja. Të shoh shumë allegro sot. Jo, nuk votova, ti ndoshta nga që ti vetë je i mërzitur, të duken gjithë tjerë të lumtur. Ndoshta ky është dhe kuptimi se si na shen ne. Humbe, avokatë, e pranove dhe në fakt ti paraprive që gjithmonë që ka votuar unë, ajo ka humbur, kështu që herë tjetër duhet këta bookmakersa duhet të thonë ku do vësh ti basit, gjithë tjerë të vënë kundër. Se me këtë logjik ose të largoj nga unë, mos më marrë asnjë lloj mendimi. Dhe kjo mundi. Përbatut. Atëherë, avokat, dje folëm për pjesëmarrjen dhe tim se që le të themi shenja ishte se ardhinte në kufite mbi 55. Pjesëmarrja mund të ishte shenjë pozitiv. Analiza që bëheshin, jo nga ty, analiza që bëheshin nga analistët që merren me këtë punë, që nëse kalonte mbi 55, kishte shenjën që mund të ishte në favor të pos. Por pjesëmarrja tashmë nuk, nëse kam dikosh diku te 56% mos gaboj? 58. 58, okay. Dhe fitoi joja. Çfarë ka ndodhur? Ishte pabesueshme. Sinqerisht kemi ngelur të surprizuar, pavarësisht bindjeve tona në atë referendum. Pjesëmarrja tepër e lartë, nuk e mendonin që kjo pjesëmarrje kaq e lartë do të sillte këtë lloj rezultati. Ka pasur gjithmonë kur ka ndodhur pjesëmarrjet e larta, rezultati është ndarë për disa 0, presje 1 apo 2%. Rezultati ishte një humbje thellë për Melonin, për majorancën e djathtë që kishte propozuar këtë ligj, pati një angazhim të shtresave të ndryshme të shoqërisë që deri më sot nuk konsideroheshin si pjesëmarrës apo si aktiv në debatin politik, kryesisht ishin të rinj të sapo bërë 18 vjeç, kryesisht nga mosha 18 deri në moshën 28 vjeç, pra në këtë lloj harku moshe pjesëmarrja ishte tepër e lartë dhe vota ishte jo, e cila ndikoi shumë edhe në rezultatin final. Tani nuk ngjelet gjë tjetër veç të nxjerrim konkluzione politike të këtij referendumi, që përsëri ishte një referendum kryesisht teknik. Një referendum që duhet të ishte evituar për faktin e thjeshtë sepse tekniciteti i tij e bënte të vështirë që qytetari të shprehej apo ta kuptonte në debatin e tij. Por nuk ndodhi kështu, u votua, humbi ata që e propozua, pra majoranca e djathtë Meloni, por nuk jam i sigurt nëse e majta italiane do të arrijë që ta kapitalizojë në formatin politik këtë lloj rezultati. Pra ishte një jo e italianëve kundra Melonit, që kanë thënë edhe dje, shumë qytetarë nuk e kanë kuptuar, përsëris nga ana teknike. Dhe pozicioni i votës ishte më shumë një vot politike sesa një vot nga ana e riorganizimit të magjistraturës dhe drejtësisë italiane. Kjo që këto janë rezultatet. E kuptoj, ndërkohë reagimet e Meloni e pranoi rezultatin, ndryshe nga Shqipëria, në të gjithë vendet tjera përveç Shqipërisë, humbsi e pranon rezultatin. Në Shqipëri se kemi ende atë kulturë. Çfarë ndodh tani? Cilat janë procedurat që çfarë ndodh pas këtij referendumi? Atëherë, nga ana teknike e referendumit tërhiq propozimi dhe aprovimi që është bërë nga parlamenti. Pra ligji për ndarjen e karrierave dhe sistemi disiplinor i drejtësisë në Itali, një ligj që u kalua kjo majorancë, anullohet dhe tërhiqet. Pra do të ngelet në fuqi ligji që ka qenë deri në datën e publikimit të gazetës zyrtare i ligjit të ri. Hiqet ligji i ri dhe rifillon efekti i ligjit të vjetër që ka qëndruar. Po kjo ka pak rëndësi sot. Ajo që ka më shumë rëndësi është se çfarë do të ndodhi me majorancën dhe me opozitën në Itali. Çfarë do ndodhi me Melonin? Po me Meloni ka dy opsione në tavolinë. Është një ajo që tha ty dije që unë e përjashtova, po kishit të drejtë, tu t'jap të drejtë të zgjedhjeve të parakohshme. Pse po flitet? Po flitet dhe nga disa gazeta, të cilat po e kanë si opsion zgjedhjet e parakohshme në Itali në këtë moment që të
të ketë një lloj legitimiteti dhe të përfitojnë nga një lloj vështirësie të majtës italiane. Në mendjen e atyre strategëve të Meloni që duan të shohin zgjedhjet parakoshme është kjo që sa më shumë të zgjatemi që deri në 2027 do të konsumohemi nga ana politike dhe do të jemi të lodhur në 2027. Sepse këtë referendum do të na e peshojnë si një humbje politike dhe ne nuk do të kemi kohë. Pra do të jemi një vit me shpatlla mbas murit. Nuk kemi asnjë lloj opsioni të shkojmë në këtë moment që jemi të atë pak kapital politik që na ka ngelur, sepse Meloni i ka ngelur. Jo pak, i ka mbetur po. Ka dhe këtë pak kapital politik ta hedhim në një fushat elektorale. Ka një pjesë tjetër e cila thotë që nuk varet vetëm nga ne nëse mund të shkojmë dot në zgjedhjet parakoshme, pra nuk është vetëm një opsion sepse duhet dimë një gjë, në këtë rast, nëse Meloni shkon dhe jep dorëheqje. Jo, po më të bëhet me emocion, nuk e di si funksionon në Itali, pra. Mocion besimi dhe e provokon vetë rrëzimin mazhoranca. Çfarë ndodh pastaj? E ka ndodhur njëherë me Salvinin. U të cilët kërkuan që të rrëzojnë e rrëzon, padyshim që Meloni ka të drejtë. Kryeministri ka të drejtë që të japë me një zgjedhje parakoshme pastaj apo ka procedura të tjera? Jo, ka procedura të tjera. Presidenti i Republikës i kërkon parlamentit që të formojë në rastin më të mirë një qeveri teknike, në rregull, nëse opozita ja kërkon sepse opozita nuk është e përgatitur në këtë moment dhe i kërkon një qeveri teknike derisa të tragëtojë, quhet, pra të udhtojë, të lundrojë nga ky moment që jemi sot deri në 2027. Po ti thua që opozita nuk është gati, thua? Opozita nuk është gati. Absolutisht. Erion, po shija sot, siç bën gjithmonë duke bërë scroll nëpër internet dhe më del një nga komedianët italian, tani s'po kujtohet emri, edhe thoshte, ishte përbatut meme, se si reagon një imazh Itali mbas referendumit, do të thonë unë nuk di si të reagoj, se s'jam mësuar me fitoret. Kështu që mbasi shih rezultatet nuk jam mësuar, nuk di çfarë të bëj domethënë. Ky është problemi kryesor i të majtës italiane. Se sot që ne po flasim, të pari vendim që e majta italiane mori dje në darkë kur pa rezultatin e referendumit ishte tani ne fillojmë zgjedhim liderin tonë. Pra, e majta italiane është akoma tek betejë e zgjedhjes së liderit, që do të thënë ekuilibri brenda aleancës. Eli nuk është më? Jo, Eli Schlein nuk është automatikisht kandidate për kryeministër. Sepse këtu kanë të famshëm mekanizmin e primareve. Primaret është një element dallues i të majtës italiane, ku lëvizja Pessyet dhe Conte po kërkojnë që të zgjidhet kandidati për kryeministër. Eli Schlein është sekretari i partisë më të madhe, Giuseppe Conte është sekretar i lëvizjes Pessyet, që ka gati 10% diferencë nëse Eli Schlein, Partia Demokratike Majta, ka 22% sot, lëvizja Pessyet është gati tek 12 tek 13%, pra 9 deri në 10 pikë diferencë me njëra tjetër. Po pavarësisht kësaj, Conte mendon që mund të fitojë leadershipin. Dhe nëse nuk e fiton, do të riekuilibrojë pushtetin brenda aleancës së majtë. Ky është një problem tjetër. Është një problem që ka penalizuar historikisht të majtën dhe në këtë moment, duke mos patur akoma një kandidat për kryeministër, po të gjithë sekretar partish, e majta italiane nuk besojnë se do ta pranojë këtë zgjedhje. Dhe kur bëhen zgjedhjet parakoshme, duhet të kemi parasysh, nuk vendosen zgjedhjet e parakoshme vetëm nga kryetari i maggiorancës apo nga kryeministri, por do të pyetet mbi të gjitha presidenti i Republikës, pasi është këshilluar me të gjitha forcat parlamentare dhe ai shikon që nuk ka një maggiorancë të mundshme të dytë, atëherë shkohet direkt në zgjedhjet të parakoshme. Përpara se kalojmë te skenari 2, se ky është skenari i parë çfarë mundot. Erion, do të komentojmë çik bashkë këto dy foto. Do të nxjerrim të dyja një herësh, mendim e regjisë nëse mund të nxjerrim të dyja. Patjetër. Të dyja fotot bashkë, ju lutem regjia. Ky është rezultati një referendumi të 2006-s, që ishe po ashtu për ndryshimet kushtetuese dhe të vetmet komuna rajone që kanë votuar pro ka qenë Lombardia dhe Veneto. Kjo është 2006-s. Kalujem pak tek rezultatet 2026-s, është po ashtu e njëjta hartë, po Lombardia, po Veneto që votojnë pro, këtu shtohet dhe Friuli Venezia Giulia. Tani më trego pak ngjashmërinë, pse Veneto dhe Lombardia janë gjithmonë pro ndryshimeve kushtetuese. Për çfarë ka qenë 2006-ën referendumi, pra çfarë pyetje ka pasur? Pyetjet ka një gjithmonë për reformat kushtetuese. Okej, për reformat kushtetuese. Po edhe për drejtësinë. Edhe për drejtësinë.
Për drejtësinë thua? Jo, nuk ishte për drejtësi. Jo, ishte thjesht për që është devolution për lëvizjen e kompetencave nga qeveria vendore drejt rajoneve, një që është titulli 5 i kushtetutës, ku e mdjathë në atë trysnin e Bosit dhe të Lega Nord, kërkonte që të disa kompetenca politike, administrative të shtetit janë t'i kalonin rajoneve dhe mos ngeleshin më kjo do të sillte një lloj rritje të eficiencës, kursime tjera. Dhe ky referendum u pasi një disgrepanci, një shkatrim i pushtetit qendror dhe pjesa dërmuese, si shikohet, kanë votuar majtas në këtë kohë, pra kundra referendum, kundra propozimit të ligjit. Përveç se dy rajoneve, Lombardia dhe Veneto. Lombardia dhe Veneto kanë karakteristika të veçanta, janë rajonet më të pasura të Italisë, janë rajonet që kanë një nivel standardi jo vetëm mjetese, po edhe eficiencë administrative të veçantë dhe janë dy rajone të cilat nëse do të kesh mundësinë të flasësh me qytetarët e tyre, sidomos të Venetos, nuk do të thonë që jemi nga Padova, jemi nga Vicenza, apo nga një qytet tjetër. Kjo është ndryshe nga komunat e tjera, për shumë. Sepse në Toskanë i ke të ndarë, ke Pizanët, ke Fiorentinën, pra aty janë të ndarë, po, kudo? Në çdo rajon identifikohen në qytetin. Kurse në Veneto janë me rajonin. Me rajonin. Thonë që jemi Veneti, pavarësisht se je nga Padova, nga Vicenza, edhe Lombardia, jo kaq, po e ka të theksuar. Pra ka një lloj karakteristike. Friuli Venezia Giulia, çfarë ndryshoi në këto 20 vjet? Çfarë ka ndryshuar në këto 20 vjet atje? Nuk e kuptoj, nuk të dëgjoj. Në Friuli Venezia Giulia, çfarë ka ndryshuar këto 20 vjet? Nga 2006 që ishte për jo, apo jo, Friuli Venezia Giulia është një rajon, është tepër i vogël, këto janë edhe ato lëvizje tektonike që ndodhin nganjëherë për tu stabilizuar, më kupton nga majorancat, janë surprizat e referendumit, por po, e kuptoj. Janë surprizat e referendumit, por që nuk ka ndonjë incidencë të madh. Lutem regjinë, nëse më ndrojmë pak hartën, kalojmë tek harta 2006-s, faleminderit. Atëherë, pra këtu shohim, kemi Lombardinë, Veneto që qëndrojnë stoike dhe nuk kanë ndryshuar. Dhe harta 2006-s është edhe Friuli Venezia Giulia. Por ajo që më bë përshtypje, Erion, tek diferenca, sado që ato kanë votuar për PON, nuk ka qenë shumë e madhe, edhe në Lombardi dhe në Veneto flas në këto zgjedhje 2026, ja ti bëj vetëm një sekond një çek të vogël për kuptuar sa është diferenca. Në Lombardi është 53 me 46. Po ashtu se për PON. Ndërkohë në Veneto është 58 me 41. Veneto pak më e seksuar, pra provohet ajo që çfarë ti the. Që në Veneto është komplet ndryshe dhe në Veneto çdo komunë ka votuar për PON, kurse në Lombardi Milano ka votuar për jo në paktën. Në shumicë, kjo që bën përshtypje, Milano dhe nuk e di është një komunë e vogël, Milano ka votuar për jonë, dhe Lodi. Milano dhe Lodi kanë votuar në favor të jos, ndërkohë që të gjitha qytetet e tjera në Lombardi kanë votuar për PON, ndërkohë që në Veneto çdo qytet është blu, edhe në Friuli Venezia Giulia, përjashto Goricën që ka votuar për jonë, dy qytetet e tjera, Pordenone dhe Udine kanë votuar për PON. Trego pak milanezët, pse milanezët kanë qenë për jonë? Këto varen pastaj nga grupimet e brendshme të tyre. Kryesisht Lombardia, Veneto ngelen hambar të votës së djathtës italiane. Kështu kanë qenë në kohën e Berlusconit, kështu kanë qenë në kësot, dhe identifikohen me një lloj, e thamë dhe në fillim, kjo është një votë politike. Kjo është një votë në të cilën njerëzit patën shumë pak interes, pashka se flasin që mbrojtëm sistemin e drejtësisë, mbrojtëm magjistraturën. Kjo ishte një votë politike, ishte një votë për mendimin tim e ndikuar shumë edhe nga Meloni dhe aleancat e saj në sistemin ndërkombëtar. Afrimi Melonit me administratën Trump apo mos largimi saj nga zgjedhjet e politikës së Trumpit, shumë analizuar po e gjykojnë që ishte ajo sidomos mbështetja që i ka dhënë Izraelit mund të jetë dhe ajo një nga aspektet të cilat kanë ndikuar tek të rinjt, të cilët kanë votuar kundra saj, kanë votuar jo. Okej, në rregull, se kjo është analiza që blende për këto dy harta, faleminderit edhe që i ndave me mua. Erion, ndërkohë kalojmë pak te analiza tjetër. Çfarë ndodh tashmë në skenarin 2? Pas skenari i parë ishte zgjedhje parakohshme, skenari i dytë. Skenari 2 që është dhe i më i mundshme është që Meloni do të kalojë në një vot besim parlamentar,
këta e ka thënë përpara referendumit, nëse do të fitonte joja. Besoj se do të ketë ndryshime tek Ministria e Drejtësisë, pra Ministri Nordio këtë dhe dije pranoj që kjo është betejë politike e humbur dhe konkluzionet besoj se do të jenë ato që ai duhet japi dorëheqjen, por Meloni do të kalojë tani nëpërmjet italianëve thotë që kjo maggiorancë, sado që ka pësuar këtë goditje shumë të fortë, vazhdon të jetë politikisht në këmbë deri në 2027. Dhe kjo do të jetë rrugëtimi Meloni deri në 2027. Por që këtu deri në 2027 ne do të mendojmë që Meloni do të kalojë nëpërmjet vështirësive ekonomike, kemi një situatë ndërkombëtare teje të komplikuar, kemi një situatë energjetike, na pret një inflacion me shifra të rrezikshme sipas ekonomistëve, gjë e cila do të godasi shumë ato që quhet shporta e ushqimeve për italianë, pra do të preki direkt xhepat e italianëve dhe të vetme shpresë që ka sot Meloni dhe shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian të ketë një ndërhyrje ekonomike nga ana e Bashkimit Evropian. Shiko, ne dolëm nga kriza e 2020 së Covidit, sepse Bashkimi Evropian me atë Next Generation EU, pra projektin e tij për gjeneratën e re, ishte një projekt që Italisë ju dhurua në i farë mënyre gati 100 miliard euro. Dhe ato 100 miliard euro l'italianët arritë, qeverit italiane, qoftë Conte, qoftë Meloni, qoftë Draghi, arritën t'i kanalizonin në sektorët më kyç të ekonomisë dhe pati një rimëkëndje. Ne sot po kalojmë një krizë tjetër, një krizë të tregtisë jashtme, sepse mos të harrojmë që Italia është një vend që ka një ekonomi të bazuar mbi eksportin, të madrave të ato ushqimore, mekanike, të modës, të cilat sot janë të bllokuara si nga ana e Rusisë, si në Kinë, ashtu dhe në lindjen e mesme, që janë tregjet kryesore të Italisë. Pra kjo do të ketë një reflektim negativ në ekonominë italiane. Kësaj do të shtohet edhe kosto e energjisë. Që Italia është i vetmi vend sot në Bashkimin Evropian, ose një nga vendet kyçe të Bashkimit Evropian, në të cilën bazohet energjia kryesisht tek importi. Franca, Gjermania dhe Anglia kanë alternativën e energjisë bërthamore civile, të cilët e përdorin. Dhe mos të harrojmë që ka një kosto nga 30 deri në 40% më pak. Pra një qytetar francez, gjerman apo anglez, mesatarisht pagon 30 deri në 40% më pak energjinë, sepse kanë termocentralet e tyre të cilët i ndihmojnë në këtë fazë të vështirë. Italia ngjelet një vend i cili bazohet kryesisht tek eksporti dhe me këto çmime përsëri do të ketë mendohet që të ketë një goditje, një shok tjetër energjik në ekonominë italiane. Pra duke patur parasysh ekonominë të vështirë, energjinë që po vjen gjithmonë edhe po shtrëngohet, inflacioni i cili po godet, një Europë e cila për momentin nuk është shprehur në sensin ekonomik të paras që do ndihmojë në këtë moment të vështirë. Vjen nga një referendum politik i humbur thellë, me pjesëmarrje tepër të lartë. Këtu një vit do të jetë një vit tejet i vështirë për qeverinë Meloni, pavarësisht vendimeve që ajo do të marrë. Okej, ndërkohë, çfarë mund të ndryshonte në sistem për avokatët në këtë referendum? Dhe çfarë nuk ndryshon tashmë që do të jetë njësoj, cilat ishin shpresat e avokatëve që mund të ndryshonin me ligjin e ri, me ndryshimet kushtetuese të reja, që mund të ishte një gjë më mirë për avokatët në sistemin e drejtësisë në Itali. Se bashkë kemi folur për problemet madje privatisht flas padyshim, edhe krahasime me sistemin e drejtësisë në Shqipëri, ku ti me batut më thoje që këtu nuk e fshejnë fare që janë bashkë, e kanë me ligj. Ndryshe nga Shqipëria që duket sikur gjykata i bindet urdhave prokurorisë, këtu janë të gjithë bashkë dhe kjo është e keqja për avokatët. Po mirë, më fal. Videot i pat dje në Napoli se si prokurori Këndonin Bella Ciao, nuk e di, nëse mund ta besoj ta kem si video të kaluaj me një regjis videon që ta shohim, duhet të kemi në Reelsat e Euronewsit. Ku prokurorët dhe gjyqtarët këndonin Bella Ciao, po. Dhe gjyqtarët këndonin Bella Ciao në të njëjtën dhomë bashkë. Tani mendojeni se si një avokat apo një i pandehur do të hyjë në sallën e gjyqit duke ditur që gjykatësit dhe avokati kanë bërë aperitivi një orë përpara bashkë dhe sot do të vendosin akuzën e tij. Kjo është thjelltësia dhe qetësia që mund të ketë një gjyqtar, një avokat apo një i pandehur në sistemin e drejtësisë italiane. Unë vetëm me atë çfarë ata na ofruan dje, pa bërë as edhe një lloj interpretimi, është e qartë rezultati se ku jemi. E kuptoj. Ja besoj ta kem për shumë pak këtë vitën, se është shumë interesante. Bella Ciao këngë partizane, këngë revolucionare, pse? Ndoshta dje isha disi i fort kur thash që është një rend i kushtetut si dal jashtë kontrollit. Okay.
kur folën për drejtsinë italiane. Dhe mendova që mund të jetë disi egzageruar. Kur pam atë lloj sjelljeje nga ana e prokurorive dhe gjykatësve bashkë, mbas asaj nuk e gjë tjetër vetë se konfirmova atë një dyshim që kisha në vetën time. Dhe kjo është arsyeja pse në Itali 97%, e përsëris 97% të kërkesave të prokurorëve aprovohen nga ana e gjykatëve së shkallës së parë. Kjo është arsyeja. Sa ishte nëse? 97% të kërkesave që prokurorët bëjnë, sidomos për shtëpi masash, arrestime burg apo arrest shtëpie, aprovohen nga ana e gjykatës. 97%. Po këtu që është kufite 99, çfarë duhet të themi ne, Rion, se ti e njeh edhe realitetin këtu, se për fatin e mirë ke licencë edhe për këtu, kështu që çfarë Ne tani po flasim për një vend që është themeluesi i Bashkimit Evropian, që ka standarde. Ne na falet, Shqipëri si falet do thuash ti, nuk është problem. Jo, në Shqipëri po mirë, në Shqipëri normale, ne nuk në Shqipëri nuk është një demokracie konsoliduar, tani mos të fshihemi mbas dakord, do ketë një galanteri komunikative në media. Por ne e dim shumë standardet e demokracisë si një vendi si Shqipëria, ashtu si nuk janë dhe fenomenet, në Shqipëri nuk janë dhe në Itali. Por ndërsa kjo gjë ndodh këtu në Itali, tani mendoj se çfarë mund të presim në vendet të cilat janë në rrugtimin e një shteti ligjor si është Shqipëria. Pra është akoma në fazën e saj të konsolidimit. Por këto po ndodhin pikërisht sepse në vite me radhë kjo kushtetut që për italianët ngelet e paprekshme, kushtetut ju ka rezervuar një vend të privilegjuar këtyre kësaj klase drejtuese, si janë prokurorët dhe gjykatësit, ku sot, për mendimin tim, ka humbur atë busullën e ekuilibrit midis akuzës dhe mbrojtjes, por janë pozicionuar gjykatës dhe prokurorë nga njëra anë dhe konsiderojnë klasën politike si një armik për tu rrëzuar. Kjo është. Është një veçanti e Italisë. Është një veçanti e Italisë ku shumë qytetarë, kur i bie rasti të ndodhen përballë, ju them edhe një herë, mendojnë se me sa lloj qetësie apo sigurie hyet në këto procese. Sepse këtu shpesh herë thuhet procesi është garanci për qytetarin, procesi gjyqësor. Kam pasur rastin të them një miku tim, kur ma ka thënë që procesi është një ankth. Procesi në Itali është një ankth. Në një vend tjetër mund të jetë një garanci për qytetarin, por besoj në Itali është një ankth. Është një ankth sepse të gjitha këto të dhëna nga ana reale nuk besohet që do të ketë këtë lloj ekuilibri si shpesohet në. Ja, këto janë dhe pamjet, avokat, që mund ta heqim pak strishën lutem regjia. Okej. Jo, të ndjekim pak edhe me përqafime dhe këndojmë. Avokat, ja, këto janë pamjet e gjyqtarëve dhe prokurorëve në këtu janë Napoli. Po. Ka pasur reagime për këto pamje, për këto kështu apo jo? Komente? Patjetër. Po patjetër që ka pasur reagime, se nuk është diçka normale të dalim bashkë edhe të, sepse do shtoja, po avokatët pse nuk ftohen në këto debate, në këto festa, se mund të ketë nga ata avokatë që kanë menduar për jonë. Okej, ndërkohë, avokat, do dua ndroj pak temë, sepse paktën po shikoja sot shumë kolegë italian në rrjetet sociale të revoltuar. Kolegë gazetarë, nuk ka të bëjmë me referendumin, ka të bëjmë atë çfarë po ndodh me mediat. La Repubblica, por edhe një grup i madh La Repubblica, ku përfshin radio edhe shumë kanale televizive, është shitur te grekët. Tashmë grekët e kanë bler La Republikën, që nuk do të jetë më italiane, por do të jetë pjesë e një grupi mediatik grek. Çfarë ndryshon gjë kjo në mediat në Itali? Paktën kolegët ishin të indignuar, kolegët gazetarë italianë që punojnë për La Republikën, ishin të indignuar për këtë zhvillim. Po patjetër që ndryshon linja botuese, linja editoriale e këtyre gazetave të cilat kanë qenë themeluese, janë bashkëtuese të demokracisë. A është normale që disa dhe La Stampa, për La Stampa që është pjesë e grupit në fjalë, grupit Xhedi. Grupi Xhedi është që drejton, që është nga Elkan. Që mua s'm takon ta shaj Anjeli Elkan sepse jam tifoz i Juves, por në këtë rast nuk kam çfarë të bëj. Pra ta kanë shitur tek një mëkat më shumë. Nuk të jep gjotë të zotit gjithë mirat, avokat. Paktën La Stampa do vijojë qëndroj pjesë, pra nuk do të jetë pjesë e grupit, është një grup grek, Kyriakos mos gaboj, është grupi grek që ka bler
Kyriakos, për familja Kyriakos, ndërkohë që La Repubblika, a nuk duhet paktën, jemi në një shoqëri të hapur, po nuk duhet ketë ca rregulla për media që kanë shkruar historinë dhe janë ikona, që të paktën të ketë një përqindje italianësh, nuk e di si funksionon në borda, nuk e di. Shikoj, që është një interes në një vend demokratik, media do të ndjeki gjithmonë pozicionimin e saj. Kështu që Repubblika që u shit sot si gazetë, një nga gazetat e dyta mbas Corriere della Serës në Itali, është një hapësirë e një debat intelektual që pret temat kryesore, një gazetë e cila ka më shumë ngarkesë politike se sa Corriere della Sera, por linjat editoriale në këtë moment që po ndryshojnë kanë të bëjnë edhe me sfidat të cilat medjave po i arrin, sidomos nga ana teknologjike. Gazeta Repubblika është një gazetë e cila kryesisht është mbajtur tek letra, një gazetë e cila është publikuar, dhe sot informacioni ka pasur, janë gazetat të cilat kanë pasur korrespondent nga i gjithë bota, kanë pasur ato penat më të shkëlqyera që ne kemi ndodhur dhe kemi dëgjuar apo kemi lexuar ndonjë si për Corriere della Sera edhe për Republikën. Por sfida që vjen sot nga tregu po i orienton drejt një hapësire cila do të ketë prioritet edhe kostot në mbajtjen e tyre, si të stafit, ashtu edhe vetë të ndërmarrjes. Në fund fare këto janë kompani biznesi. Jo, patjetër. Por duhet ketë disa rregulla, të paktën që në media, në sektor që kanë impakt i publiku, është prioriteti kombëtar në radhë parë. Absolutisht. Kush e siguron, ku diun, qeverinë italiane që La Repubblika mund të kthehet në shërbim, ku diun, të jo të Italisë, pra të veprojë kundër Italisë? Absolutisht, jam plotësisht dakord me këtë që po thua. Dhe jo vetëm për La Repubblika, se ka plot media tjera që nuk janë më me pronar italian, ka pronar që nuk dihen nga janë, por janë disa ikona, flas, do thoya janë disa ikona të medias. Jam totalisht dakord me atë që po thua, sepse ka shumë media të tjera të cilat mund të kalojnë nga një dorë në tjetër, mund të ndryshojnë dhe linjën botuese të tyre, editorialin e tyre, por nuk mund të ndodhet dot me Corriere della Sera dhe me Repubblika. Mendoj, Corriere della Sera dhe Repubblika është e 1975. Corriere della Sera ka pasur përpara luftës së parë botërore, që ka lindur si një mjet informacioni. Janë dy ikona dhe janë kolona të debatit publik dhe intelektual në Itali. Kështu që duhet të preokuponte klasën politike italiane në këtë rast, nëse ndrimi editorial të tyre ose mund të ndrohen, por të kenë garanci që ato do të ngelen akoma hapësira të një debati publik politik për shtetin italian. Në këtë moment nuk është ky preokupim, po jetojmë në një botë tepër. Kanë halle tjera, po. Kanë halle të tjera, kështu që e shikoj disi të vështirë, por jam plotësisht dakord. Gazetat ngelen ato të cilat japin një informacion të saktë, japin një informacion me burime të sakta. Ju këtë si gazetarë duhet ta dini mirë, sepse këtu nuk është vetëm informacioni, por është dhe burimi informacioni që është i saktë. Jetojmë në botën e fake newseve sot, jetojmë në botën e cyber attackëve, kështu që është tepër e thjeshtë që një qytetar të manipulohet. Ne dimë shumë mirë se si vende të cilat janë jashtë bashkimit evropian, siç është Rusia apo vende të tjera, nëpërmjet kanaleve informative manipuluese po kërkojnë të ndërhyjnë në fushatat elektorale. Mendohet që kanë hyrë në fushatën elektorale amerikane, për zgjedhjen e Trumpit, apo po e bëjnë në Hungari me Orbanin, si që ti avantazhojnë këto forca ekstremiste që kanë për qëllim rrëzimin e Bashkimit Evropian apo goditjen e Bashkimit Evropian. Kështu që këto gazeta ngelen akoma mjet informacioni për një pjesë të gjerë, në të cilën neve duhet të jemi pjesë e këtij debati dhe duhet të na preokupojë. Nëse po e bën qeveria italiane apo elitat në Itali, këtë nuk mund t'ja u them dot me siguri. Nëse nuk po e bëjnë, humbim një aset të rëndësishëm të këtij vati. Avokat, shumë faleminderit, kënaqësi shumë të flisja për referendumin, por më dëshime edhe për këtë lajm që thash, mua personalisht nga shumë kolegë italian, po shikoja statuset në Facebook, s'po kuptoja çfarë kishte ndodhur dhe duke komunikuar me disa prej tyre, thonë ndodhi ataja, nuk kemi më italian. Faleminderit shumë. Avokat, të përshëndes edhe të uroj një vim ditë sa më të mbar. Kalofsh bukur. Shkojmë të prejë shumë shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish.